Ministri Shëndetësisë Arben Taravari dorëzoi sot në qeveri dorëheqjen e tij nga ky post, pasi partia e tij vendosi që të braktisë qeverinë. Taravari pret që të njëjtën gjë ta bëjnë edhe kuadrët e tjerë të kësaj partie që kanë funksione publike. Me këtë letër ju informoj se jap dorëheqje të parevokueshme nga funksioni i Ministrit të Shëndetësisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Detyrën që e mora me këtë funksion e kam ushtruar me përkushtim të plot, transparencë dhe ndjenjë përgjegjësie ndaj qytetarëve dhe shtetit. Këtë vendim e kam marrë pas një vlerësimi të kujdesshëm personal dhe profesional, duke besuar se ky hap është në interesin më të mirë të institucionit dhe të parimeve të mia personale. Taravari në letrën e dorëheqjes që ja ka dërguar kryeministrit Kristian Mickoski thot se mbetet i hapur për bashkëpunim dhe mbështetje në të ardhmen, gjithmonë i udhëhequr nga interesi publik, ndërsa kryeparlamentari Frimgashi ka sqaruar sot procedurat për shkarkimin dhe më pas zgjedhjen e një antari të qeverisë. Znači nemamo nikakva informacija ili najava se. Deri më tani nuk kemi informat apo paralajmërime. Në momentin kur do të kemi dorëheqjen e ndërzuar në formë të shkruar, atëherë siç është e paraparë me rregullore, do të presim propozim nga kryeministri për konstatimin e dorëheqjes dhe më pas fillojmë procedurën për zgjedhjen e ministrit të ri. Tani për tani mbetet e paqartë nëse zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetaj do t'jap dorëheqje, i cili ende nuk ka dhënë një qendrim konkret në lidhje me këtë, ndërsa nuk ka marrë pjesë në mbledhjen e fundit partijak, ku mor vendimi për dalje nga qeveria. Nga ana tjetër, deputetët e Aleancës për Shqiptarët edhe zyrtarisht kanë dalë nga koalicioni Vlen. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi sot është njoftuar zyrtarisht për ndryshimet në përbërjen dhe strukturën e udhëheqëse të grupit të deputetëve të Vlenit. Koordinatori i grupit të deputetëve të Vlenit është emëruar deputeti Bekim Çoku. Zëvendës koordinator janë deputetët Merita Kolçi Koxhaxhiku dhe Adnan Azizi. Ndërsa përbërja aktuale e grupit të deputetëve të Vlenit është si vijon: Afrim Gashi, Adnan Azizi, Bekim Çoku, Kaltrina Beqiri, Imalie Saliu, Saranda Imeri, Feride Haxhiu, Merita Kolçi Koxhaxhiku dhe Bekim Sali. Koalicioni Vlen pretendon se edhe për skajndarjes së partisë së Taravarit mund të pritet ndryshime të tjera që do të jenë në favor të Vlenit. Përkatësisht, ministri i Punës Sociale pretendon se këtij koalicioni janë bashkangjitur disa deputet nga Fronti Evropian. Mendoj se të Frontit gati 4 nëse zgaboj janë bashkangjitur shumicës parlamentare e cila përbën qeverinë. Për pjesën tjetër nuk do të flas sepse vlerësimi dhe mendimi im është se deputetët e Aleancës janë më të mirë dhe më të përgatitur. Shpresoj që do t'i thirrin arsyes dhe gjithë kësaj teme që sot e diskutova dhe do të bëjnë bashkë ose të qëndrojnë në formacionin e qeverisë. Frontin Evropian e përbëjnë 5 parti politike, të cilet kanë 17 deputet në kuvend. Përkatësisht, Bashkimi Demokratik për Integrim ka 10 deputet, Aleanca për Shqiptarët 4 deputet, si dhe Lëvizja e Turqëve, Partia Demokratike Turke dhe Lëvizja Populli, që kanë nga 1 deputet. Por momentalisht, Vleni ka mbetur me 9 deputet, me çka shumica parlamentare nuk do të ketë shumicën e badenterit, por qeveria është e bindur se do t'i sigurojë numrat edhe pas daljes së ASH-së së Taravarit.